Dje në ora 13:50 në Zherovjan, zyrtar policor nga stacioni policor i Zherovjanit kanë privuar nga liria një 64 vjeçar duke vepruar sipas denoncimit të mëparshëm nga kushëriri i tij, 57 vjeçar nga fshati Tenove Tetovës, se rreth orës 11:40 në oborrin e tij e ka sulmuar fizikisht, me çka duke përdorur një mjet të mprehtë i ka drejtuar kërcënime. Dje në ora 23:55 në Gosivar, zyrtar policor nga Departamenti për Punë të Brendshme Gosivar kanë privuar nga liria një 38 vjeçar duke vepruar sipas denoncimit të mëparshëm nga kushëriri i tij, 38 vjeçar nga Gosivari, se rreth orës 23:10 në Gosivar, pas një debati të mëparshëm e ka sulmuar fizikisht, me çka ka përdorur një mjet të mprehtë. Dje në ora 16:30 në stacionin policor të Zherovjanit, një 53 vjeçar nga Tetova, i punësuar si drejtor i një ndërmarrjeje publike, ka denoncuar se derisa ishte në vendin e punës në fshatin Çollopek është sulmuar fizikisht nga një person nga fshati Çollopek i Tetovës, po merren masa për zbardhjen e rastit. Dje në ora 15 në lagjen Tullana në Gosivar, zyrtar policor nga Departamenti për Punë të Brendshme Gosivar kanë privuar nga liria një 20 vjeçar nga Gosivari. Gjatë një kontrolli në komunikacion, zyrtarët policor kanë ndaluar një automjet udhëtarësh BMW me targa të Gosivarit, të cilin ai e drejtonte, dhe pas verifikimeve të kryera është konstatuar se ai e drejtonte automjetin pa pasur të kaluar provimin për patent shoferi. Dje në orën 18:30 në bulevardin Vëllezri Gjinoski në Gosivar, zyrtar policor kanë ndaluar 2 motocikleta të drejtuara nga 2 të mitur të moshës 15 dhe 16 vjeçare nga Gosivari. Gjatë kontrollit të komunikacionit të kryer ndaj të miturve, është konstatuar se ata i drejtonin motocikletat pa patent shoferi. Ata janë privuar nga liria, ndërsa motocikletat u janë sekuestruar. Në prani të prindit dhe inspektorit për të mitur, me ta është zhvilluar një bisedë zyrtare dhe pas dokumentimit të rastit do të vijojnë parashtresat përkatëse. Dje në sektorin për punë të brendshme Tetov, një 48 vjeçar nga fshati Raveni Gosivarit ka denoncuar se në rrugën Jane Sandanski në Tetov ka vërejtur dëmtime në xhamin e përparm të automjetit të tij të parkuar Renault Captur nga një plumb çorr i humbur nga armë zjarri. Nga ekipi i ekspertizës së sektorit për punë të brendshme Tetov është kryer këqyrja e vendit të ngjarjes, me çka nën motor, përkatësisht në maskën mbrojtëse, është gjetur dhe marrë një projektil i kalibrit të panjohur, po merren masa për zbardhjen e rastit. Pas mesnate në ora 12:20 në stacionin policor të Grupçinit, një banore nga fshati Saraqin e Tetovës ka denoncuar se me një korrik rreth orës 22:30 djali i saj 11 vjeçar është kafshuar në fshat nga një qen me pronar, po merren masa për zbardhjen e plotë të rastit.